Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër ka pezulluar të gjitha seancat gjyqësore të planifikuara për këtë të martë. Pezullimi ka ardhur në shenjë solidariteti me kolegët e Gjykatës së Apelit në Tiranë, ku ditën e hënë me 6 tetor u vranë në sallën e gjyqit gjyqtari Astrid Kalaja. Ndërkohë mësohet se ky bojkot do të vijojë deri me datë 10 tetor. Nuk dihet nëse kjo ka të bëjë me shenjë proteste të organeve të drejtësisë që kërkojnë më shumë siguri ndaj gjyqtarëve apo është thjesht solidarizim me gjykatat e tjera. Ndërkohë, dhoma e avokatisë Dibër bën me përgjegjësi disa institucione për vrasjen e rënë të ndodhur ditën e hënë në Gjykatën e Apelit në Tiranë. Kreu i kësaj dhome Ismail Luka tha se ngjarja është përgjegjësi e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ministrisë së Brendshme, por edhe e politikës. U ka shtoi se mungesa e sigurisë në institucionet e drejtësisë është kërcënim jo vetëm për njerëzit e sistemit gjyqësor, por edhe për vetë demokracinë. Anatemimi i gjyqtarëve nga politika, tha Uka, ka sjell pasojën e vrasjes në detyrë të gjyqtarit të Apelit. Ka ndodhur një ngjarje e rëndë e paprecedent në historinë e sistemit gjyqësor, në fakt, ku brenda ambienteve të gjykatës rezulton se është vrarë gjyqtari i Gjykatës së Apelit, zoti Astrid Kalaja. Natyrisht kjo ngjarje duhet analizuar dhe parë në një këndvështrim më të gjerë dhe duhet të shikohet në veçanërisht nga institucionet e drejtësisë e konkretisht nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili është organi përgjegjës në këndvështrimin tim si avokat për sa i përket ardhes kësaj pasoje të rëndë. Rezultohet se nga viti 2016 deri më sot kanë kaluar rreth 9 vite dhe kjo ngjarje është pikërisht rrjedhoi e dështimit të reformës drejtësisë. Kjo ngjarje është njëkohësisht përveç dështimit të kësaj reforme në drejtësi është edhe për shkak të mënyrës së sjelljes së institucioneve të tjera në raport me organet e drejtësisë, e veçanërisht është një tregues i qartë se si nëpërmjet denigrimit, intimidimit dhe figurës së gjyqtarit, prokurorit apo avokatit nga pushteti ekzekutiv, veçanërisht nga kryeministri Rama, i cili në mënyrë të theksuar nëpërmjet deklaratave të tjera publike ka nxitur dhe inkurajuar që të ndodhi krimi deri në gjykatë. Kemi 9 vite që reforma drejtësi ka sjellë këtë pasojë. Nga viti 2016 deri në datën e sotme, rezulton se kanë kaluar gjithë kjo periudhë dhe aktualisht si rezultat i kësaj reforme, si rezultat i hartës gjyqësore, të cilet ne kundërshtuam, të gjithë aktorët e sistemit drejtësisë, por legislativi dhe pushteti ishte i interesuar të miratote, shkriu gjykatat e shkallave të para, disa gjykata, shkriu 5 gjykatat të Apelit në përrethe dhe rezulton se sot ka krijuar një stok dosjesh prej 44.000 dosje në vetëm në gjykatën e Apelit jurisdiksionit përgjithshëm, pa folur këtu por gjykatën e Apelit administrativ, ku rezulton që gjykojnë çështjet e vitit të regjistruar në vitin 2017. E gjitha kjo ka si rezultat i dështimit kësaj reforme dhe përgjegjësisë, organi përgjegjës i kësaj situate është Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndaj të cilit Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë, të cilët rezultojnë se nga kjo periudhë, pra gjatë gjithë kësaj periudhe, nuk kanë plotësuar as vendet që janë bosh në gjykatën e Apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë, nga ku rezulton që nga 78 gjyqtarë që ka strukturë organike e kësaj gjykate, në këtë gjykatë aktualisht ushtrojnë detyrën rreth 30 gjyqtarë, pra 48 gjyqtarë më pak. Kjo situatë është njëkohësisht edhe rrjedhoi e mosmarrjes së masave përkatëse lidhur me sigurinë e gjyqtarëve, të prokurorëve, të avokatëve në ambientet e gjykateve, të prokurorive dhe institucionet, pasi rezulton se Bashkimi Evropian ka investuar miliona euro dhe nga ana e Këshillit Lartë Gjyqësor nuk rezulton që të jenë marrë masat përkatëse. Të sigurt se thash, organi përgjegjës është Këshilli i Lartë Gjyqësor, është Ministria e Mbrojtjes për marrjen e masave përkatëse lidhur me sigurinë, është Ministria e Drejtësisë, të cilët kanë detyrimin ligjor të sigurojnë pra jetën dhe e rrugën fizike qoftë gjyqtarëve dhe të prokurorëve, qoftë edhe të avokatëve si aktorë të sistemit drejtësisë.